Musk sfidon murin e heshtjes për çështjen Epstein. Unë do të paguaj tarifat ligjore për viktimat e Epstein që flasin. Një deklaratë e hapur dhe e qartë. Elon Musk ka njoftuar se është gati të mbulojë tarifat ligjore të viktimave të Jeffrey Epstein, që vendosen të dalin publikisht, të dëshmojnë dhe të emërojnë ata që janë ende të pandëshkruar ndërsa paditen për shpifje ose përballen me veprime ligjore hakmarrëse. Ky nuk është një detaj teknik, është një mesazh politik. Për vite me radhë, çështja Epstein ka mbetur e pezulluar mes dokumentave të klasifikuara, listave të pjesshme, rrjeteve të fuqishme dhe pyetjeve pa përgjigje. Shumë vëzhgues kanë argumentuar se një nga pengesat kryesore për zbardhjen e plotë të vërtetës nuk ishte vetëm frika, por edhe rreziku financiar. Përballja me një padipërshpifje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kthehet në $1 milion tarifa ligjore. Ndërhyrja e Musk adreson pikërisht këtë pikë. Nëse problemi është kostoja të folurit hapur, atë kosto, thot ai, do ta mbuloj ai vet. Shtrirja e deklaratës është revolucionare, edhe pse ende nuk përfaqësojnë një fond të strukturuar apo një program të formalizuar. Ajo sjell një element të ri në debatin publik, mundësinë që barrierat financiare të mos jenë më një barrierë. Tani pyetja është e thjeshtë, por thelbësore, nëse viktimat ndjejnë se kanë mbrojtje financiare, a do të flasin hapur, dhe nëse flasin hapur, cilat emra do të dalin? Çështja Epstein nuk është vetëm një çështje ligjore, ajo është një provë lakmusi mbi marrëdhënien midis pushtetit, drejtësisë dhe së vërtetës. Me këtë veprim, Musk e ka rikthyer çështjen në qendër të debatit global, shkruan CNN.